Nënkryetari i LDK-s Gazmend Muhaxheri, në një lidhje direkte në Ët7, është deklaruar për letrën e Albin Kurtit ndaj Abdixhikut. Sapo e pash dhe unë letrën, besoj që do të kthej përgjigje së shpejti. Deri tash nuk kemi pranuar asnjë kërkesë prej BV-s. Të shohim momentet si po vijnë, çfarë përgjigje do të ketë prej kryetarit dhe kryesisë. Mendimin do ta them në mbledhjen e kryesisë, po për momentin nuk e kam kristalizuar përgjigjen. Ai u pyet rreth asaj që Kurti tha se elektorati të VV-s preferohen më së shumti koalicioni me LDK-n. Këtë opinion nuk e kam tash, më herët kam qenë, tash është duke u ndorruar opinioni. Tash na mbetet dhe ne me u mendu për këtë punë. LDK-ja është parti e madhe dhe është telash që duhet me diskutu brenda kryesisë. Nuk ka të bëjë me qëndrime individuale, por me interesa që janë për të ardhmen e vendit, e ne nuk po e shohim që me VV-n mund të ecet përpara, ka deklaruar ai. Ai është shprehur skeptik nëse kjo ftesë do ta çojë në zhbllokim të kuvendit. Të shohim çfarë mendimi del prej shumicës, ka shtuar ai. Ne kemi një përvojë kur në mënyrë të drejtë i drejtohemi profesit të nderuar Isa Mustafa, e mandej e dim çka ka ndodhur. Domethënë kemi një përvojë të hidhur prej këtyre ftesave me zotin Kurti, tha ai.